Horoskopi ditor e premte 7 gusht 2026. Dashi, do të ketë një rritje ekonomike, por kujdes me shpenzimet. Nëse duhet të bëni një blerje të rëndësishme, mirë është ta shtyni për më vonë. Në dashuri, do të përjetoni emocione të bukura, mund të gjeni një marrëveshje edhe për personin që ju intereson. Atmosfera mund të jetë mjaft harmonike në raportet në çift. Demi, do të jeni më të fortë edhe fizikisht gjatë kësaj dite dhe gati për të fituar. Nëse keni angazhime të rëndësishme, mos i shtyni për më vonë. Mund të përballeni me çdo gjë. Udhëtimet janë gjithashtu mjaft të favorshme për ju. Binjakët, nëse jeni më të qetë në dashuri, kjo ndodh për shkak të ndikimit të hënës në shenjën tuaj. Këshillohet që të bëni kujdes ndaj impulsivitetit. Shmangni largimin ndaj një personi që tashmë bën pjesë në jetën tuaj. Një punë e re ose një transferim është shumë i mundshëm. Gaforia, dita parashikohet mjaft premtuese dhe hëna do të hyjë në shenjën tuaj. Kjo gjë do të çojë në ngjallje në interesave të reja. Gjithashtu, jeni me shumë fat në dashuri. Në familje, vështirësitë do të zvogëlohen. Luani, mund të ndodhë diçka e papritur gjatë kësaj dite. Brenda fundit të muajit parashikohet që të kthehet në një dashuri të madhe. Janë disa pasione në maksimum, ku mundësia e takimeve dhe krijimit të çifteve të reja nuk do të mëngojë. Në punë situata do të përmirësohet, por ndoshta do të jetë e nevojshme që të ndryshohet rrugë. Virgjëresha, tregoni të kujdesshëm ndaj një situate pasigurie, sidomos lidhur me ndjenjat. Kjo ditë parashikon rikuperim tereni. Në dashuri do të përballeni me ndryshime të mëdha. Ndaj, bëni mirë që të mos i mbani brenda vetes gjërat që nuk shkojnë. Peshorja, disa tensione që keni përjetuar së fundmi mund të kenë shkaktuar tensione dhe pasiguri. Jeni duke dalë nga një periudhë kaotike, por dashuria do t'ju dhurojë emocione të reja. Në sajt të ndikimit të hënës në shenjën tuaj, përmirësimi do të jetë i ndjeshëm sa i takon punës. Akrepi, ju pret një situatë shumë e rëndësishme sa i takon dashurisë. Hëna do të ketë ndikim mjaft pozitiv. Ndonjëherë i shihni gjërat gri, ndërsa realiteti do të jetë krejt ndryshe, dhe sa i takon dashurisë do të ketë një rikuperim të ndjeshëm. Intensiteti do të jetë më i mirë me të lindurit e shenjës së peshqve, briciapit dhe demit. Shigjetari, do t'ju duhet i bëni llogarit mirë me ndikimin e hënës së kundërt. Ju presin orë me luhatje lidhur me raportet ndërpersonale. Një mik ose partner mund t'ju dalë nga fjala që ju ka dhënë. Gjatë pasdites do të keni një shpërqendrim i cili mund t'ju acarojë. Briciapi, do t'jeni të karikuar me energji dhe kjo periudhë do t'ua shpërblej. Dashuria mbetet pozitive, por vetëm pas datës 15 situata do të marrë një kthes të ndjeshme pozitive. Nëse jeni të përfshirë në një histori të turbull, duhet të tregoheni më të qartë. Në punë, do të keni mundësi që të bëni hapa përpara. Ujori, hëna do të ketë ndikim mjaft pozitiv në shenjën tuaj, do të ketë përmirësim të ndjeshëm pas një lodhje të madhe që keni kaluar. Situatat që do të lindin në këtë moment do të sjellin një sër përfitimesh. Mos reagoni gjithmonë me nervozizëm dhe mundohuni që të mos jeni shumë konfliktual. Kërkoni brenda vetes dimensionin që keni ende pa zbuluar. Peshqit, do të merrni jo pak kënaqësi gjatë kësaj dite. Dashuria do të sjellë harmoni, por mbani parasysh se ditët më të mira do të jenë mes të shtunës dhe të dielës. Bëni mirë që ta programoni fundjavën në mënyrë sa më pozitive. Ndikimi i hënës do të sjellë jo pak probleme, ndaj bëni kujdes me parat.